përsëri i vut në gojë kryeministit diçka që nuk e ka thënë kështu siç e thotë ju. Lutem. E para është që në vlerësimin ton SPAK ka bërë dhe vazhdon të bëjë një punë të shkëlqyer në luftën. Por me brishtësi. Ju lutem. Padyshim kush punon gabon thot populli. Edhe mund të ketë edhe në po që mos të gabojnë të ardhmen. Po të lutem aty. Ju keni drejt bëni pyetjen, lutem leni të bëj edhe unë përgjigjen. Sa i përket rastit në fjalë, kryeministri ka qenë shumë i qartë, ka pasur një vendim nga gjykata për pezullimin e një ministri, në vlerësimin e kryeministrit, po edhe unë edhe pas 21 vitesh në Kuvendin e Shqipërisë, mendoj që nuk e ka një kompetencë të tillë gjykata të pezullojë një ministër, sepse kushtetuta sipas nenit 103.3 e ka barazuar ministrin me deputetin sa i përket imunitetit, që do të thotë as deputeti nuk pezullohet nga ushtimi i aktivitetit e përpasoj as ministrin. Megjithatë, për fat mirë gjithë rendi kushtetues në Republikën e Shqipërisë e ka përcaktuar qartë që kur ke një ankesë për këtë shkon në një instancë si është gjykata kushtetuese, të presim gjykatën kushtetuese të pret. Ose përforcon dhe ndryshon ligjin përmes një amendamenti. Gjykata kushtetuese, gjykata dhe GKK secili është kufiri për mos të ndërhyrë në kompetencat e ekzekutivit. Ti merr, po ti zëvendëson Nostradamusin, edhe fillo parashiko se ç'do ndodhi, po jo unë po them skenar, unë po them ç'a do ndodhi, unë po them, unë po ta përforconi dhe mund ta sanksiononi në ligj. Mirë, dakor, do konsultohemi me ju dhe do ju themi. Faleminderit. E vërtet Nertil, çështja ka qenë në fakt e fokusuar vetëm tek avokati i popullit, duke qenë se sot është edhe afati i fundit për të mbështetur me firma një nga 26 kandidatët për avokat të popullit, të cilët kanë shprehur interesin dhe sigurisht kanë kaluar edhe në filtrin dhe janë dëgjuar edhe në komisionin e ligjeve. Socialistët nuk kanë një emër që do ta mbështesin me firma, por zoti Balla tha se në respekt edhe të traditës shumë vjeçare që parlamenti ka ndjekur, do t'i lihet opozitës të mbështes me firma, pra pas ditës së sotme do të kuptohet se cilin prej kandidatëve apo cilët prej kandidatëve do të mbështes opozita me firmat e nevojshme. Kujtoj këtu që duhen 28 firma për një prej kandidatëve, apo disa në rast se opozita do të vendosë t'i propozoj parlamentit disa kandidatë për avokat të popullit, në mënyrë që të votohet dhe të kalojë në parlament. U pyet zoti Balla se i takon kritereve apo ndonjë kriteri kushtëzues, themi kështu, që mund vendosin socialistët duke qenë se kanë forcën e kartonit për të skualifikuar në seancën plenare ndonjë prej kandidatëve, mirë po nuk u shpreh as për këtë çështje për ndonjë kriter të mundshëm, si në rastin e Ledio Braus, i cili kur kandidoi për avokat popull dhe ishte gati për të votuar në seancë plenare, socialistët thanë se nuk do ta votonin pasi nuk do të votonin një avokat partie, duke lidhur atë si avokat të Partisë Demokratike dhe të opozitës. Një kushtëzim të tillë nuk e kemi dëgjuar ende nga zoti Balla, i cili është kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, por tha se do t'i lihet në dorë opozitës. Deri më tani as opozita në fakt nuk është shprehur qartë për një apo dy, ndoshta apo më shumë emra që do të mbështes, pra nuk kemi akoma një vendim politik nga kryetari i grupit dhe nga kryetari i Partisë zoti Berisha për emrin që do të mbështesin me firma. Megjithatë çdo gjë do të shihet dhe do të zbulohet pas ditës së sotme, pasi 2 dhjetori, siç e thash,